Kjo qeveri dhe ky sistem politik kanë degeneruar tërësisht. E marri mend që para 13 vjetësh, një nga ushtarët e Edi Ramës, i sapo zgjedhur në pushtet, tha që ne do vjedhim, por nuk do vjedhim kaq keq sa para ardhësit tanë. Mi po erdhi dita, pas 13 vjetësh, që ata jo vetëm vjedhin më shumë, jo vetëm vjedhin mëngjes, drek, dark, mesnat, pa kurfar, kufiri, kohor, por kanë arritur, si që keni parë ditë e fundit në skandalin e tendrave takshit, edhe të rrëmbejnë persona për të vjedhur më rehat. Edi Rama dhe Mon Kukaleshja e saj, Belinda Balluku kanë krijuar një sistem korruptiv, ku çdo drejtues institucioni, çdo drejtues të paktën institucioneve ekzekutive është funde krye i korruptuar. Dhe poshtë tyre janë në punës shtetit të kërcënuar dhe të poshtëruar që duhet që për një rrogë t'u binden maskareve e t'u binden patronazhistëve. Në 13 vite Edi Rama dhe hajdutët që e rrethojnë kanë bërë gjithçka. Kanë vjedhur naftën dhe shkatruar rafinerinë e Ballçit. Kanë shpërdoruar burimet minerare dhe kanë shkaktuar vdekjen e 10 minatorëve. Kanë shkatruar nga ana tjetër çdo organizim punëtor, kanë vjedhur fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë dhe kanë shkretuar fshatrat. Kanë përzën nga vendi ynë në 13 vite, po bëja llogari, të paktën 700.000 shqiptar, shumica prej tyre njerëz të ri në luljen e moshës, në kulmin e kapaciteteve tyre fizike, intelektuale dhe të krijimtarisë tyre. Edi Rama dhe hajdutët që e rrethojnë kanë bërë të kridhet ndër presion një rini e tërë, një rini ku sot 1 në 4 prej tyre është pa punë dhe pa shkollë, ku shumica e tyre punon 3 muaj nga 16 orë në ditë në turizëm dhe 9 muaj e tjerë të vitit rrie pa punë dhe në pragun e dëshpërimit. Edi Rama ka poshtruar pensionistët. Në 13 vite ka tentuar t'i gënjej me çikërima, duke quajtur njerë indeksim, njerë bonus e njerë rritje pensioni, po sot që flasim pavarësisht këtyre çikërimave, pensionistët shqiptar mbeten më të varfrit në Evropë. Edi Rama dhe hajdutët që e rrethojnë kanë thjellë një risi në historinë e njerëzimit, duke e kthyer vendin e tyre edhe vend emigrantësh, pra vend nga emigrojnë 10 mijëra njerëz çdo vit, edhe kamp refugjatësh për mira qyqare mjerant kësaj bote që një lloj si ne kanë ëndër perëndimin dhe regjimi fashistoid i Edi Ramës do t'i izolojë në kampe përqendrimi këtu në Shqipërinë tonë. Po si është e mundur që një qeveri kaq e korruptuar, një qeveri me dallkauk, me njerëz të paaftë, me njerëz që nuk kanë pik karakteri moral, të mbijetojnë në pushtet jo 13 ditë, as 13 muaj, po 13 vjet. Në çdo vend tjetër të Evropës dhe në shumicën ndërmuese të vendeve të botës, një qeveri e tillë do ishte zënë me shkelma prej vitesh. Një qeveri e tillë, kryeministri i kësaj qeverie, ministrat, deputetët kryesor, sot duhet ishin në burg, sot duhet ishin duke shlyer vitin e 7, 8, 10 të burgut. Po në vend që ndodhte kjo, këta njerëz kaq korruptuar e të kriminalizuar, këta që ja kanë shitur shtetin ton, oligarkëve dhe çdo faktori tjetër destruktiv, duken tërësisht komod në pushtetin e tyre. Kështu që ne duhet të reflektojmë si shoqëri si është e mundur që më e keqja jon, më zullumçarët ndër ne janë dhe më të pushtetshmit mbi ne. Dhe më lejoni të rendis 2 faktorët kryesor të jetëgjatësisë së kësaj qeverie turpi. E para, dhe duhet thënë kjo e vërtet, pavarësisht se ndokujt që mund të dëgjojë këto fjalë mund t'i vi idhur. E para është pseudo opozita, faktorizimi një opozite po aq të degraduar sa këta që janë sot pushtet. PS-ja dhe PD-ja, Edi Rama dhe Sali Berisha janë 2 gjysmat e të njëjtës mollë të kalbur. Janë 2 pjesë të një sistemi regresiv, të një sistemi obskurantist, të një sistemi në thelb mesjetar.
Këta pseudo-opozitar janë një lloj ish hajdut që vidhin dje kur ishin ministra e kryeministra, janë një lloj dallkauk, madje janë dhe përfitues lejesh ndërtimi, është e vetë një opozit në një vend demokratik që merr leje ndërtimi nga një qeveri e korruptuar. Janë këta poteregji dhe ignorant që janë gati të prishin për çdo herë, çdo seancë Kuvendit Shqipërisë që aty të mos dëgjohet zëri i arsyes, qoftë dhe një zë i arsyeshëm. Por nuk janë vetëm ata, janë dhe mediat. Unë këtu shoh vetëm një kamera, shoh edhe 2-3 celular, janë mediat e oligarkëve, janë ata që përhapin gënjeshtra propagandë. Më thoni, unë e kam shumë të vështirë të gjej, po më thoni ju, një pronar televizioni që nuk është përfitues i statusit të investitorit strategjik, ose përfitues i një koncensioni, ose përfitues i lejeve të ndërtimit në Tirana ose në Bregdet. Zorë se e gjen një, dhe ne nuk mund të presim që nga televizionet e oligarkëve të dalë e vërteta, nuk mund të presim nga drejtues emisionesh që kanë ende pa fytyrsinë ta quajnë veten gazetar dhe që gënjejnë mëngjes, drek, darkë dhe nuk japin asnjë informacion. Kjo protesta e sotme, është protesta më e madhe, është protesta më serioze, është protesta më e guximshme e organizuar në javët dhe muajt e fundit në Shqipëri, dhe asnjë televizion, përdes asnjë televizion nuk ka guxuar t'japi 5 sekonda lajme për këtë protestë. Ne sot jemi 2 fishi një javë më parë dhe jemi fal solidaritetit tuaj, jemi fal dëshirës tuaj qytetare për ndryshim, jemi fal faktit që shoqëria shqiptare ka tejkaluar prej vitesh këtë elit politike të korruptuar, të komprometuar e dallkauke. Jeni fal lajmeve që të gjithë ne shpërndajmë në rrjetet sociale, prandaj unë sot në këtë 3 vjetor të lindjes lëvizjes bashk, dua t'ju them që ka shpresë, kjo nuk është batut, ka shpresë, kjo nuk është propagandë. Shpresa është në sytë dhe zemrat e secilit prej jush. Shpresa është te zotria pensionist. Shpresa është te zotria pensionist që po diskutoja pak më parë, më tha, 1 orë e gjysmë kam bërë me autobus që të vija nga Astiri këtu. Kur ai vjen 1 orë e gjysmë në këtë protestë, ndashtu i smur, i rroptuar nga vitet e gjata të jetës, kjo do të thotë që Shqipëria jon ka shpresë. Ka shpresë te solidariteti i qytetarëve, ka shpresë tek fakti që lëvizja bashk me vetdije ka vënë veten në duart tuaja. Është instrumenti politik i vetëm në duart e qytetarëve ndershëm të Republikës së Shqipërisë, i të rinjve, pensionistëve, punëtorëve, sipërmarrësve të ndershme, buqve, profesionistëve shtresës mesme. Ne kemi guximin të ndrojmë për një shtet të drejtë dhe shoqëri të begat, por për mbi guximin për ndërruar kemi dhe gatishmërinë dhe vendosmërinë për të luftuar çdo ditë më fort, më të shumë, që këto ëndrat mos mbeten ëndra, të bëhen realiteti i prekshëm për jetën e setilit për ne. Faleminderit.